Gazetari dhe publicisti i njohur Daud Dauti ka publikuar një fotografi të rrallë që ka dëgjuar shumë interes në opinionin publik dhe mediat në Kosovë. Në këtë imazh të vjetër, shihen për krah njëri tjetrit dy nga figurat më të rëndësishme të politikës së Kosovës sot, Albin Kurti, lideri i lëvizjes vetëvendosje, dhe Memli Krasniqi, kryetari aktual i Partisë Demokratike të Kosovës. Fotografia, e cila është realizuar vite më parë në një lokal në Londër, i paraqet të dy liderët në një ambient shoqëror larg tensioneve politike që e karakterizojnë sot. Në atë kohë duket se marrëdhënia mes tyre ishte shumë e afërt dhe miqësore, për dallim nga sot, ku qëndrimet politike dhe përplasjet parlamentare i kanë vendosur në kahe të kundërta të skenës politike. Sipas Daud Dautit, fotografia është shkrepur në një periudhë kur pirja e duhanit ende lejohej në ambientet e brendshme publike në Mbretërinë e Bashkuar, një detaj që ndihmon në datimin e përafërt të momentit. Ai ka shoqëruar publikimin e fotografisë me një koment përshkrues që flet për një muhabet shoqëror vëllazëror, duke lënë të kuptohet për natyrën e ngrohtë dhe miqësore të takimit. Kjo fotografi është e kohës kur në lokalet e Londrës ende nuk ka qenë ndaluar pirja e duhanit, kurse muhabeti shoqëror vëllazëror ka shtuar Dauti në postimin e tij. Ky imazh ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale dhe në qarqet politike, duke rikujtuar opinionin publik për fazat e mëhershme të jetës së figurave publike që sot shpesh shihen në ballë të debateve politike. Fotografia gjithashtu hedh dritë mbi një periudhë më pak të njohur të jetës së Kurtit dhe Krasniqit, kur të dy ishin pjesë e diasporës dhe ndoshta ndanin shëndrime apo përvoja të përbashkëta në Morgat. Daud Dauti, përveç se gazetar dhe publicist, ka qenë edhe zëdhënësi i qeverisë në kohën kur Bajram Kusumi ishte kryeministër dhe është i njohur për analizat e tij të thelluara mbi zhvillimet politike në Kosovë dhe rajon. Publikimi i kësaj fotografie mbetet një kujtim i rrallë dhe simbolik i një kohe tjetër, një moment të reflektimi mbi rrugtimin personal dhe politik të dy prej liderëve më të rëndësishme të Kosovës së sotme.